Fitim Dumani tregon një ngjarje personale për të treguar se sa jo serioz është institucioni i prokurisë dhe mbrojtjes së dëshmitarëve. Kur doli nga burgu në Burrel, nuk shkoi njeri ta merrte e ta sillte në Tiranë, përkundër kërkesave të vazhdueshme të Nureddin Dumanit dhe dy prindërve të tij pranë Spakut. Por i kërkoj vllajm kur dola, në familjarët e nëna baba i kërkoj që ora shkëm ta marrim atje se kam mos na i bën atë rrugës, ndonë u isha nga burgu. E nuk erdhe me të marr fare? Jo, vetëm se rrejtën ato burgu atje si mori ai shef policisë burgu atje, kontakt me këto. Në drejtorin tu i tha do vinë disa agentë tjerë. Ai pa më ato që janë me marr, nuk ishin agentë, ishin kushtojtë e mi. Jo, më këtu s'u kanë se është ti unë dola nga programi, më hoqën. Mas 2 vjetësh. Më pas pikim fare, sepse po qysha për tek. Po problemi është që kom dalë. Duaj me marrë familjarët dhe i përsigurim me marrë, nuk morën. Jam këtu ku jam. Porri ke dikush tjetër. Prokuria e Spakut nuk ka bën asnjë veprim për këtë pakt ose nuk keni bën asnjë kërkesë me Altin Dumanit se i bie vetëm po shfrytëzojnë dëshminë e vllajt tën, ndërkohë nuk ofrojnë sigurinë juve. Unë bëta që s'ka siguri fare ti si nëse ti se beson këtë. Ndërkohë Fitimi thot se në kohën kur ndodhej në burg nuk donte të ishte pjesë e mbrojtjes, pasi prokuria nuk i siguronte lirimin para kohën nga qelia dhe nuk i jepte të drejtat që i takonin sipas ligjit. Ndoshta të kanë marrë, po themi në të arrestuar me idenë me shpresën që ti do flasish, pranosh të bashkëpunosh. Si që ku jemi këtu në kohën e Beruzës, që do të marrim burgun ty, që ti po spanove do bësh burkot. Unë takim me këto që vërti mik, jep trebujoshi që më takon, për shtjetat mija. I tonë 2 vjetë, unë 2 trebujoshën, 6 muj. Në 9 muj me dhanë të njëm këto për të këtu, që u të ra në 5 muj vendim, i thonë 11 muj burg, kom boj 11 muj burg këto. Pa me ndonë se prokuria po të regohet e drejt me ju? Pa, familjen tënë dhe flasë. Po kush familja ime këtu kur unë thash që jam marrë me forcë. Nuk e pranon Jo majt në burg, që nuk kam jetu 2 vjet aty, edhe nuk merr dosjen, kërkoj dosjen e drejtorisë përgjithshme, nuk e rezulton se ku kam qenë atje, ku kam jetu unë, ku kam qenë në burg, çfarë vjen 2 vjet. Edhe më hub kam bërë 6 muaj burg, sepse nuk njiheshin ulë dënimi 3 muaj vit. Mora dënim pastaj tjetër për shkak tyne 9 muaj. Ku është ti që është drejtësia më këtu? Po e di që unë jam bërë dëshmitar pa qenë dëshmitar? Po për ato po them, juve ju kanë marrë mbrojtje duke qenë që vëllezërit të dy i kenë në mbrojtje, juve ju kanë marrë mbrojtje? Jo, unë bëm dëshmitar pa dëshirë më të keq, bëm me forcë. Po kush ta bëri? Ta bëri vllai? Se nuk ka vllai vetëm shpejt dëshirën që si në pus mbrojtje pus tek. Unë merrni tash jo, zllu. S'kam nevojë për mbrojtje as kujt. Po tani je në mbrojtje apo je I lirë, ti nuk ke mbrojtje nga policia? Jo, jam I lirë. Unë po them që kanë bërë dëshmitar pa qenë. Ti e kupton këtë fjalë apo? E kuptoj. Dëshmitar me dhunë thua. Jo, me dhunë kanë futur dëshmitarit e drejtësisë. Kjo është arsye që nuk ke pranuar që është pjesë e sistemit mbrojtjes për shkak se s'ke besim te policia I bie, ose edhe te prokuria vet, ose te Altin Dumani, drejtuesi I prokurisë, I cili dhe Bardibra, të cilët e kanë marrë po themi bashkëpunimin me vllajën tat. Ora ti e kupton që po them që unë kam bën 1 vit burg se duhet të deshën këto. Çfarë besimi do ti më? Kjo policia që thotë ai është siguri me to. Ku ka siguri me policin? Po këtu nëse ka shtet më poshtë se sot, as natë njësh nuk ka qenë. Nuk e tim tu nuk e besimi këto. Çfarë kush e besimi këto? Këto shesin për dizigare domun.